Bill Gates është zotuar se pjesa më e madhe e përsorisë së tij, që tani vlen $200 miliardë, do të shpenzohen gjatë 20 vjetëve të ardhshëm për të përmirësuar shëndetin dhe arsimin në Afrikë. Themeluesi 69 vjeçar i Microsoft tha se duke shliruar potencialin njerëzor përmes shëndetit dhe arsimit, çdo vend në Afrikë duhet të jetë në rrugën e prosperitetit. Duke folur nga kryeqyteti Etiopian, Addis Ababa, ai bëri thirrje inovatorëve të rinj afrikan të mendojnë se si mund të shfrytëzojnë inteligjencën artificiale për të përmirësuar kujdesin shëndetësor në kontinent. Në fillim të muajit, Gates njoftoi se do të dhuronte 99% të pasurisë së tij të madhe deri në vitin 2045, kur fondacioni i tij do të ndërpres veprimtarinë. Njerëzit do të thonë shumë gjëra për mua kur të vdes, por jam i bindur që vdiq i pasur nuk do të jetë një prej tyre, shkroi ai në blogun e tij. Por edhe nëse dhuron 99% të pasurisë së tij, ai do të jetë ende miliarder. Afrika është lënë kryesisht brapa në sistemin tradicional bankar dhe tani keni një mundësi, ndërsa ndërtoni gjeneratën e ardhshme të sistemeve të kujdesit shëndetësor, të mendoni se si inteligjenca artificiale integrohet në to, tha ai. Gates përmendi Rondin si shembull, duke thënë se ajo tashmë po përmirësohet shërbimet e saj. Fondacioni Gates, siç vëren BBC, tha se ka 3 përparësi: të jep fund vdekjeve të parandalueshme të nënave dhe foshnjave, të sigurojë që brezi i ardhshëm të rritet i lirë nga sëmundjet infektive,